On this day. 30 janar 1882 lindi Franklin Delano Roosevelt, presidenti 32 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. 1926 lindi në Shkodër Tish Daia, artist i popullit, kompozitor dhe muzikant shqiptar. 1930 lindi aktori i famshëm i Hollywoodit Gene Hackman. Phil Collins ka sot ditëlindjen, muzikant i fitues i disa çmimeve Grammy, themeluesi i grupit Genesis, lindi më 30 janar 1951. Më 30 janar 1954 lindi në Vushtrri Rahim Ademi, ish generali i ushtrisë kroate, luftoi kundër ushtrisë serbe gjatë luftës së viteve 1990. Më 30 janar 1962 lindi mbreti i Jordanisë Abdullah II, njihet për liberalizimin e fjalës së lirë në vend. 30 janar 1968 lindi Felipe VI, mbreti i Spanjës. Sot është ditëlindja e Batmanit, aktori i famshëm britanik Christian Bale, lindi në vitin 1974. 1987 sot ka lindur Becky Lynch, keqiste WWE. Më 30 janar 1990 lindi aktoreja me origjinë meksikane Eiza Gonzalez. Më 30 janar 1998 lindi kërcimtarja profesioniste amerikane Brooke Hyland, kapi majat e klasifikimeve në 2012. 1995 Daniel Campbell, aktorja e Disney Channel, ka sot ditën e lindjes.